Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku ditën e sotme për të ndarë ngjarjet më të fundit nga jeta e VIP-ave shqiptar, qoftë ajo private, por edhe ajo profesionale. Do të ndalojmë tek legjenda e viralitetit, tek legjenda i cili po vazhdon akoma të ketë shumë kureshtje, shumë dashuri, shumë respekt të madh nga publiku shqiptar. Pikërisht dua të flas për Luis Eilin. Luis Eili kohëve të fundit ka publikuar një Coming Soon. Kompania e madhe muzikore SBS këtë vit pas ka vendosur që të na sjell hite shumë të bukura verore që besoj që do t'i pushton diskotekat si ato të hapurat, por edhe ato të mbyllurat me këngët e bukura që do të sjellin artistët që menaxhohen nga kjo kompani, që nuk janë pak, janë të shumt. Këtë herë për herë të parë do të shohim në një bashkëpunim Luis Eilin edhe këngëtaren fantastike, këngëtaren e cila nuk është shumë aktive në skenën artistike me klipe, këngëtaren e nderuar nga Gjilani, Mimoza Shkodrën. Mimoza Shkodra dhe Luis Eili do të sjellin një projekt shumë të bukur. Projekti nga Coming Soon që e kemi parë, do me thënë nga videoja e vogël e reklamës që ka dalur, duket që do t'jetë një këngë verore, mban do me thënë ngjyra të verës, është një këngë ku Mimoza është veshur me barkun hapur me një fustanell interesante dhe tepër tërheqëse. Në fakt, Mimoza ka qenë gjithmonë tërheqëse për publikun, por gjithsesi dhe Luisi duke që është në një adrenalin shumë të bukur, do t'jetë një këngë që besoj që do të pushtoj zemrat e të gjithë shqiptarëve. Tematika, nëse do të më pyesnit për tematikën, jam i bindur që do t'jetë një tematikë që ka të bëjë për dashurinë, zakonisht këngët më shumë t'i bazohen tek dashuria, do t'jetë në një këngë për ndarje, apo për një mall që besoj që një djalë ka për një gocë, të paktën nga forma e klipit se si ishte realizuar, kështu arrita ta lexoj unë Coming Soonin pak e shumë, domethënë pritet që të jetë një projekt shumë i bukur dhe të duar trokitet nga publiku shqiptar. Kënga do të delë së shpejti, do të lançohet në kanalin zyrtar të SBS-it në YouTube, aty ku do të kemi fatin të dëgjojmë Luis Eilin edhe Mimoza Shkodrën. Mendoj që ishte e duhur për Luisin tani pikërisht të sjellë një këngë, nuk ka punuar shumë projekte këtë kohën e fundit, ka qenë edhe i angazhuar me shumë koncerte, nga që koncertet e Luisit nuk kanë të ndalur akoma. Domethënë presim me kënaqësi të ndëgjojmë këtë projekt, që duket se është një projekt që me njëherë në afat kohër të shkurtër do të rëmbejë zemrat e të gjithë shqiptarëve.